Dhe akademikët tanë thonë që ka qenë shkollë fetare, profesori si faktin që pregatiste semiranista, mësuesa në atë kohë. Po mësuesa 50, kam gjetë atje numrin, 50 të ri i kanë pregatit që i kanë shpërndarë gjithë Arbërinë. 50. Dhe 8 vjet më vonë tani, nga kjo shkollë, 1123-1131, vinë përsëri hordit slavo-bulgare dhe bëjnë flijimin e atij që quhet prisi i krishtërimit atë kohë, Vlashi. Dhe Vlashi më vonë u bë shenjtë. Edhe sot i ke kishën e pastaj bëre një pyetje të goditur. Kur bin këtu, urbino adie. Profesori nuk e futu se shkencë. Latio këtu. Latio këtu, latio atje. Kujdes, shkencëtar. Ne inxhiniera jemi. Qytetar që kërkojmë diturim Arban këtu, Alban atje. Albanalonga atje. Albanalonga mirë, po është Albano Lacion. Edhe Vatikanin vetë shqiptarët e kanë ndërtuar. Dakor. Profesor, ka qenë do mundoni t'i japim ndiqimin zoti Balej me qiri se po i dham shumë do verbohen ata aty. Prandaj dhe ka i shpreh aty pakës dritë. O, zoti Kela ngrije që merre që ka të foton. Zoti o brother regjisor. Duket. Pakës dritë. Pakës dritë. Dhe do thoshja që ndodhin 8 vjet më vonë, urdhoni, a little bit light, pakës dritë na infrashi. Me hiq mu errësirë. Pra, po t'japim shumë ditë e verbojmë. Atëherë jemi ke momenti kur 8 vjet më vonë për të zhdukur këtë përparim, këtë lloj diference midis arbënorëve dhe këta që ishin si ordi të ardhur nga avar, bulgar, mongol, slav të bërë bashkë të gjithë kundër një kulture që ishte në atë kohë, që ishte kultura arbënore. Dhe 1108 vjet më vonë bën fli Vlashi që u bë shenjtë dhe pak më vonë Vlashit ishin edhe 40 murgjër të tjerë arbënor që u fliuan pikërisht në atë që quhet kishta e Shëndazi sot. Kemi Kasiopia e kemi në popull i Çamërisë apo i Epirit. Kasiopia kemi në Korfuz. Mesap ke këtu në Vlorë. Mesaplike ke andej. Edhe mesapët në Itali. Eksakt, në Itali këtë po them pra. Japikët këtej, japikët andej. Pra, ilirët formuan shtete, formuan popull vende në 2 shtete. Në pilën 3 shtete, në aty që quhet Greqi sot, në Itali dhe në. Dhe vimë vonë. Profesori sjell faktin tjetër. Që sa i kanë thënë na kanë gënjur 1190 me anë të zgjedhjeve primare që do të thotë që e zotroni kulturën e ilirëve që kishin zbatuar primarët të zgjedhjeve, kështu është profesor. Progonio Nima nuk vendos si ishte i më i madhi i atyre princëve mund bëhesh demokratike, dhe më bukur. Edhe ai vetë aty ushtaraku. Po pra, bëre bukur duke parë kërcënimin. Po që do, se ne kur ipim na kali këtu vështirë të presim. Ai hoqë do për interesat e prandaj po i bëjmë komisione zoti Balaj që atë modelet ne i kemi, por nuk duam të zbatojmë. Se primare mora dhe unë pjesë me partitë caktuar për Beratin. Po si ishte primare, ishte thjesht një lojë e madhe në kurisë të mirës qytetare, se mua çam gjete, unë po ai jam. Nuk e konsideruar jaftë për t'i bërë mirë Beratit. Ndërkohë që ai mendoi, ai patru kulturën e dur ndoshta Dakor, si duash ti, dakor. Por që ai me tha vendit, shtetit i duhet një prisë ushtarak për të bërë mbrojtje ndaj ordive që ishin. Para mirë ishte vetë ai pris në atë kohë, Progoni. Ishte ai firma për tjetër, shumë e bukur. Shumë e bukur. Nga Progoni kemi Prognët. Progni i kemi në Korçë, kemi Progën, Gjovalin Progni, kemi në Legbibaj, kemi Progonatin, e kemi në Tepelen. Pra vazhdimësia shqiptare si në veshjet, toponimet në gjithë. Pastaj vjen ky shtet jetoi 782 vjet deri 1272, ku vinë anxhuinët, po me anxhuinët kam një merak tjetër, unë ta them në një moment tjetër, se nuk duam të t'japi shumë dritë, që janë anxhuinët që na kanë thënë sikur janë francez Dukazhin, këta Dukazhinët pra, Duka i ri, që formuan shtetin e 1100 anxhuin. Okej, flasim në temë tjetër. Normal, në 1372 përsëri në Kurbin.
pse janë 20 prill? Ju e cekët shumë herë që rastësi. Unë mendoj, edhe profesori e thani në mënyrë, që nuk është rastësi, po është ligjësi. Është ligjësi. Mesi pranverës. Është vërtet. Po, është hapja, April, që vjen fjala muaj Apel. Populli si lule prilli. Po 22 prilli është dita e bektashismit, është festë natyrore prap. 22 prilli, pra 2 ditë pra 22 prilli. Aty shkoj prilli, se prilli është. Dhe vjen Papa i Madh Klementi XI Albani, që profesori ka vajtur edhe në Var, po edhe atje ku ka qenë gjithë dinastia albane në Urbino. Edhe unë kur kem nuk e di. Urbino dhe Urbino jashtë e njëjta gjë. A e mani mena, kemi kohën ta citoj se kam pas në program. S'ke për t'ikur pastaj. Unë hik me taksi vetëm të them këtë. Thoe. Po ju them, kam mundur me hy nëpërmjet një mikut vjetër në Itali, profesor, në kupolën e Shën Pietrit. Basi kisha ne 5 ditë në Urbino, dhe marrë në muzeun e Albanit, në gjitha të korpusin e madh të Albanëve, atje, ke kisha ku kishte lind edhe ishte pagzu Papa Klementi, edhe emri i pagzimit ishte John Karl Albani. Ndërsa të gjithë kështu e kemi ditë, në studimin tim, kudo që kam shkel, kështu e kam gjetë. Kur hyp atje, me shumë mundime ai, ishte Zevenci i dytë, ai kardinali i papës ishte. Edhe gjëja më e shëmtuar personalisht unë ndjeva shumë keq, unë kisha nipin për kthys. Edhe në atë moment kur shkum ke Varri, shikojmë me shufra metalike Ari, shkruar emri Giovanni Francesc Albani. Ua, i thashon. Dyshuar emri. Që shkjo? Unë pas kem qenë bë ftyrë të bardhë. Dhe më thotë, je i smurë gjanë? I thash, po, shejtëria ime. Kur i thashon shejtëria ime, ai si duket u mallëngjy kështu dhe u ulm gjumë kështu. Se ndjes tha se s'ma ka thënë kush deri më sot. Tha, po në emër të Zotit, tha, ma thuj, tha, çfarë pe? I thash, ju pyes, a keni qenë në Urbino në njëherë ju? Jo, tha. Kur tha jo, unë të merrova. I thash, atëhere pra, ky nuk është... Në këtë emër. Pra, këtu është përdor genocid. Unë nuk do pranojsha kur në ndërgjegjen time se ky është një prapa skene kurdisër, se nuk mund të bëje Vatikani genocid. Mund të ketë qenë një lapsus. Jo, ka një gjë tjetër. Ke ishte Varri, edhe sipër Varrit, atje kur dilte Papa me dhanë mesh për një 20 udhëhesa, ishte një si gjysmë veze, një vezë kështu, e prerë një kështu. Vezë e prerë për gjys. Këtu sipër lexonte latinisht. Të mos hapet. Mas i kisha për të majtë referimin unë në Kanada, më tha të lutem në emër të Zotit, tha të kërkoj një gjë. Tha do të më plotësosh? Jo, i thash. Çfarë tha? Për këtë punë kam marrë këtu. Të shkruaj etnogjenezën e Papa Klementit, që është në vendin e prindërve të mi. Këtu i thashëm nuk kam besu kur se bëhet genocid, por kam pa atje se e ka emrin John, jo Giovanni, po John. Karl, baba Karl. Tha, nuk është e vërtet. Po i thash, unë të hap laptopin unë, trak, e ja qes pëmën, që e mora nga originali, nga profesori që i ma kështa dhona atje. Tha, të lutem, tha, për hirë të Zotit, tha, vetëm këtë genocid mos e thuj. Nuk besoj se bën Vatikani genocid, thash. Kur? Nuk besoj. Atëhere, shiko që më tha, është shumë e çuditshme. Por këte, ai e kishte nga përvoja e murgeshave, sepse fëmia klerikanët janë kaq të zgjuar, se kanë nga 2 universitete, sa që kanë marru shumë lloj profilesh për etnogjenezën e njeriut. Edhe i vinin re fëmijës kur lind fëmia, po të lindi fëmia me flokë të gjata, është shumë i zgjuar. Pra ne Papa Klementin atje
Mas i ka linda e kanë pasë, ka pasë me florë djata dhe... Tani, me që do të marrojmë të lullën, profesor, jemi shumë vonë. Papa Klementi 11. Mbaruar doktoraturën moshën 19 vjeç. Merrte jo nga 1-2 klasa për vit, por nga 3 klasa për vit. I vetmi pap që është i barosur për Vatikan. Ka shkuar sinodin. Papa Klementi 11, porositi Illyricum Sanctum. Illyricum Sanctum, ku disa vite me radhë u detën të shkruaj, ku na kanë gënjur prapti. Aty që thot profesori besoj kurdi, po edhe duhet besosh ti. Sepse me 10 priftrin u shpëndan në Kadishun Ilirik, nga Danupi deri në Kret, mblodhën të dhëna, edhe çana thandi që qerja me gjitha materialet u përmbyt në zadrim. U përmbyt qerja me zadrim. Dhe po di vëshretashi, këto vepra Illyricus Sanctus, që nuk ajti do të Papa Klementi të shkrueshin kohën e tij, janë shkruar 20 vjet më pas, dhe ata klerikë, profesori thotë që nuk e besoj kur, e ata atje. Edhe nuk janë një sorollop klerikësh që e sulmojnë këtë vend. Këta një, e thamë në perëndim, vazhdojnë veri, vazhdojnë lindje, vazhdojnë në jug, vazhdojnë dhe më në jug. Pra janë 6 lloj klerikësh që i kanë rënë qafë këtij vendi. Dhe po t'i vësh re, vetëm ka libri 7 Illyricum Sanctum ka 1-2 kapitël përmendet Iliria. Po ku ishin gjithë të dhëna që mblodhën për Ilirin? Ku ishin pa? Nuk i thani, i kanë zëvendësuar dhe ke shumë fjalë të përgjithshme në librin e 7. Kjo është një gënjeshtër e madhe, si puna që u dogj Aleksandria, ku deti ishte ndet, zjarri ishte ndet, edhe Aleksandria në qytet, sa nga mori flak kjo bibliotek e Aleksandrisë, po për të thënë që librat e Pellazge i morën arab, grek, edhe në izraelit, dhe thonë si kur e zbuluan dhe e bën ata këtë gjetje, ndërkohë që për të fshehur pikërisht librat e botuara të shkruara me gurre, me harta, me papiruse, ku janë të gjithë toti? U vu zjarri pasaj. Atyre që presin pyetje dhe i bën zjarri mos të duket dëmi. Këto ishin disa nga nuk do të më tepër profesor, është 1 orë emisioni, nuk kemi çfarë. Do të them me 2 fjali. Unë atëherë jemi akuzuar zoti Guri dhe të nderuar miq që nuk kemi patur arsim, nuk kemi patur shkolla tani është bërë në Shqipëri, kur pas ka qenë shkolla që në 1100 jemi akuzuar se s'dim të bëjmë shtete, kështu kur pas kemi patur një nga shtetet e para atje. Prandaj janë shumë të rëndësishme që ti qëmtojmë, ti nxjerrim këto fakte në dritë, duke falënderuar shumë profesorin e nderuar Nikol Leshi, edhe po me që një etimologji të vogël zoti Guri, me qenë se Krishti atyre apostujve i tha, domethënë pos të lë, domethënë të lë pas unë ty, në italisht e ka ruajtur shqip tamam, 4 fjalë shqipe. Në italisht shkruhet apostolo, domethënë a është, pos është pas, të lë, është ai që unë lë pas. Unë jam dakord. Unë jam shumë dakord. Edhe Agim Busllua, një studios tjetër, po si profesori që është në Itali, edhe i piti Shuhe Nxjerr. Po një studios virtuoz. Agim po do ta marrim një moment tjetër. Kemi shumë respekt, përfitojmë në rastin e përshëndesim mikun ton Agim Busllua. Edhe ju urojmë suksese në studimet e veta.